Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Nesër është festa e Fitër Bajramit. Miftiu i Lushnjës, Gramos Bliku, ka uruar besimtarët musliman lushnjar, Zoti pranoft agjërimin, adhurimet dhe lutjet tona. Miftiu i Lushnjës, Gramos Bliku, ka përcjellur urimet e tij për besimtarët musliman me rastin e Fitër Bajramit. Në pragun e mbylljes së muajit të Ramazanit, Miftiu në mesazhin e tij uroi që kjo ditë e shenjtë të sjellë paqe, harmoni dhe gëzim në çdo familje lushnjare, si dhe mirësi e begati për të gjithë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Falenderimet i përkasin të madhet Zot, salavatet e sinqerta mbi fundin e të dërguarve, të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ju falenderoj dhe jemi mirënjohës që na jepni mundësinë që me anë të ekranit tuaj të çojmë përshëndetjet tona dhe urimet tona të sinqerta ndaj qytetarëve lushnjar, besimtarëve musliman në veçanti, por dhe më gjerë. Ne jemi prag lamtumire të një muaji të begat, një muaj mëshire, një muaj që në të Zoti krijuesi i gjithësisë dha një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Lut të madhin Zot që të ketë pranuar agjërimin e mbar besimtarëve. Lut të madhin Zot që të ketë pranuar adhurimet e mbar besimtarëve. Lut të madhin Zot të ketë pranuar lutjet e mbar besimtarëve. Lut të madhin Zot që të ketë pranuar adhurimet e tyre dhe të kenë qenë gjatë këtij muaji dhe të jenë vazhdimisht sensitiv ndaj njëri tjetrit, më të dashur, më të ndjeshëm, duke qenë pranë njëri tjetrit në rast nevoje. Dua ta mbyll këtë mesazh urimi për më shumë paqe në botë, për më shumë reflektim ndaj njerëzve në nevojë dhe më shumë dashuri. Zoti, pas pranuar adhurimet dhe agjërimin tuaj, gëzuar për shumë vjet dhe miru takofshim nesër në sheshin e qytetit për ta falur së bashkur Fitër Bajramin. Gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramin. Fermerët e Roskovecit dhe Dimalit kanë protestuar sot se nuk po shesin dot prodhimet, pasi grumbulluesit bëjnë lojra me çmimin. Dhjetra fermerë të serave të bashkive Dimal dhe Roskovec janë mbledhur mesditën e sotme në qendër të fshatit Samatic, ku kanë protestuar kundër pikave të grumbullimit, të cilat sipas tyre po marrin prodhimin me çmime nën kosto, kryesisht trangullin që aktualisht tregtohet me 60 lekë për kilogram, thon ata. Pikat e grumbullimit e grumbullojnë pa faturë tatimore dhe pa çmim. Nuk e vendosin çmimin që mëngjes, është 500 lekë, është 500 lekë. Po e vendosin në darket ose ditën tjetër. Dhe shteti duhet t'i kontrollojë. Domethënë, ne kërkojmë që pikat e grumbullimit të kenë tabel. Sot për grumbullojnë domate e kanë 500 lekë. 500 lekë le të jetë. Ta kenë të gjithë 500 lekë. Por këta i gënjejnë fermerët, u thon çmimet të tjera në mëngjes dhe u pagojnë me çmim tjetër në darket. E njëjta situatë gjithmonë. E ngren 2 ditë, po si ka mundësi të ngrihet çmimi sot 600, 700, 800, pastaj vetë prap ku ndodh kjo? Ngrihem në mëngjes çmim tjetër, e çoj atje. E qoj në darkë, vjel hyj me familjen edhe vjel trangullin, kur vete në darkë, na japin një cop letër që nuk vlen asgjë, dhe thonë çmimi hapur me X. Të revoltuar nga situata, fermerët pohojnë se vinë nga një sezon i vështirë përmbytjesh, ku nuk kanë përfituar asnjë dëmshpërblim, ndërsa përballë situatës aktuale të çmimeve të ulta, kërkojnë një zëri ndërhyrjen e menjëhershme të shtetit për të rregulluar tregun dhe për të garantuar çmime të drejta për produktet e tyre. Ata theksojnë se nëse nuk do të ketë reagim konkret nga institucionet, do të detyrohen të marrin masa ekstreme. I mbollëm njerë, ikën pak në 2 milion, 3 milion që vete dy lymi shpenzime. Në iku kjo, kam 7 dy lymi, 21 milion, 20 milion ikën. Kam edhe 20 tira tani unë, po me këto shqitje, ku do vete unë? E thonë 20 milion lekë vetëm shpenzime. Unë duhet marrë pak në 20 që të laj 20 një që kam ma bosh në përshok. Sa vite keni u qeni kultivues? Unë kam qysh në 2009, gati 17 vjetë berber. Cili është viti më i vështirë që keni përballuar gjatë kësaj periudhe? Sa vjen, po na shtrëngohet litari. Po tani ka vajtë në një fazë që
do kputet ai dhe mbaruam ne. Pra jeni në fazë mbijetese? Mbijetesa është shumë pak thua, më poshtë na ajo ja. Në qoftë se vazhdon situata, çfarë do bëni? Çfarë të bëjmë? Do marr çantën, edhe tikim janë kem Greqi se kështu do kemi lekë të paguajmë as rrugën për tikun në Greqi. Do ikin kem, kemi ikun kohë. Sipas tyre në protest janë bashkuar fermerë të 4 fshatrave të bashkisë Ndimal dhe 3 fshatrave të bashkisë Roskovec, të cilët mbështeten kryesisht tek bujqësia si burimi vetëm i të ardhurave. Janë 500 hektarë të kultivuara me prodhime të stinës, të cilat shkojnë kryesisht për eksport, që mbajnë gjallë ekonominë e fermerëve protestues të këtyre zonave. Kryeministri Edi Rama në takimin me drejtues të kompanive të furnizimit të naftës për propozimin e shoqatës së hidrokarbureve për kalimin e taksës së qarkullimit nga nafta te mjetet, u shpreh se askush s'do pranoj të paguaj katërfishin. Në takimin e zhvilluar me drejtues të kompanive të furnizimit të naftës, kryeministri Edi Rama ju përgjigj propozimit të shoqatës së hidrokarbureve, e cila sugjeroi që taksa aktuale prej rreth 32.4 lekë për litër të hiqet nga karburanti dhe të zëvendësohet me një tarifë vjetore të drejtë mbi automjetet, e diferencuar sipas kategorive dhe ndikimit në infrastrukturë me qëllim që të ulet çmimi i karburanteve. Por kryeministri Edi Rama tha se kjo taks nuk ka për të ndryshuar, pasi edhe nëse do prekej, taksa do të shkonte drejt për drejt tek drejtuesi i mjetit në formën e taksës për mjetin. Taksa e qarkullimit e vendosur në strukturën e çmimit të karburantit, për gjithë ata që e dëgjojnë këtë dhe nuk janë plotësisht të informuar, nuk është problemi se ulet këtu. Problemi është se po iku nga këtu do shkoj diku tjetër. Aty ku e kanë vendet të cilat nuk e kanë në strukturën e çmimit. Dhe nëse e shkon diku tjetër, do të shkoj drejt për drejt tek përdoruesi i automjetit në formën e taksës për automjetin. Dhe nga kalkulimi që ne kemi bërë, rezultati është shumë i thjeshtë. Dhe unë nuk besoj se ka përdorues automjeti sot që do të preferonte që në vend se ta paguante në strukturën e çmimit për aq karburant sa harxhon, se mund mos harxhoj karburant sot fare dhe nuk paguan, në vend se paguaj aty, të paguaj 4 fishin e asaj që paguan sot për makinën. Dhe jo vetëm kaq, po sipas kategorive të ndryshme të makinave, të mund të paguaj në ndonjë rast edhe 10 fishin. Unë nuk besoj se do të kishte një përdorues vetëm makine që di paksa aritmetik që do të thoshte okay, unë jam okay me këtë. Ndërkohë që filozofia e taksës në strukturën e çmimit është ajo që tha ministri. Ndotësit më të mëdhenj duhet të paguajnë më shumë. Nafta po tregtohet aktualisht me rreth 200 lekë për litër pas nisjes së konfliktit në lindjen e mesme nga 170 deri 175 lekë që ishte më parë, ndërsa në bursat ndërkombëtare çmimi ka kaluar mbi $100 për fuqi. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, nga Brukseli, u ka bërë thirrje qytetarëve që në protestën e 22 marsit të ngrenë zërin, pasi sytë e partnerëve ndërkombëtar janë tek ne. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Brukseli, ku mori pjesë në aktivitetet në kuadër të 50 vjetorit të Partisë Popullore Evropiane, ka bërë thirrje për pjesëmarrje në protestën e 22 marsit. Dr. Berisha theksoi se vëmendja e partnerëve ndërkombëtar është e fokusuar tek qytetarët shqiptar dhe opozita. Prandaj reagimi qytetar është kyç për të treguar qendresën ndaj qeverisë. Ai u bëri thirrje shqiptarëve që më 22 mars të ngrenë zërin fuqishëm, duke cilësuar protestën si një kryengritje paqësore që sipas tij duhet të dëgjohet jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Evropë edhe më gjerë. Dje, një nga institucionet më prestigjioze në botë të vlerësimit standardeve demokracisë, Videm, e klasifikoj Shqipërinë autokraci elektorale. Autokraci elektorale do të thotë diktaturë autoritare. Pra, në këtë kuadër, Shqipëria është bërë famzez, Shqipëria e Edi Ramës është bërë famzez. Dhe duhet të garantoj shqiptarët se gjithnjë e më shumë mbështetja
për opozitën shqiptare bëhet më e madhe dhe denoncimi, denimi dhe masa ndërshkuese për qeverinë vinë në rritje. Natyrisht, syt, mendjet e miqve tanë, partnerëve tanë në Europë dhe në botë janë të drejtuar tek qytetarë shqiptarë, tek opozita shqiptare, qëndresa e tyre ndaj këtij regjimi, përpjekja e tyre për largimin e tij. Kështu që 22 marsi këtu nga Brukseli shfrytëzoi rastin nga ky moment historik, siç ishte kremtimi i 50 vjetorit të EPP-s dhe samiti i liderëve kryesor, kancelari Merz, Ursula von der Leyen, presidentja Komisionit Evropian dhe lider tjerë të pranishëm, pra fryzoi këtë rast për të bërë thirrje shqiptare 22 marsi në kryengritën tonë paqësore të ngrem zërin fuqishëm, të ushtojnë Shqipëri dhe në Europë dhe në botë zëri i protestës, zëri i kryengritëve paqësore shqiptare. Policia ka proceduar e ndaluar disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Sipas njoftimit të DVP Fier, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin AH 45 vjeç banues në Lushnjë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Divjak referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LB për veprat pushtimi i tokës dhe vetgjyqësia. Ndërsa specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin italian BL 72 vjeç banues në Fier, pasi dyshohet se i ka marrë shtetasit EM 39 vjeç nëpërmjet mashtrimit 11.000 euro, të cilat nuk ja ka kthyer. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin FL 67 vjeç, banues në fshatin Petov, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Patos referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LM 41 vjeç, banues në fshatin Margëlliç, pasi dyshohet se ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. Shqipëria është vendi parafundit në Evropë për lumturinë, nga korrupsioni i lartë dhe nga mungesa e miqve. Niveli i korrupsionit dhe mungesa e mbështetjes nga miqt janë dy faktorët kryesor që i bëjnë shqiptarët më të palumturit e Evropës, me përjashtim të Turqisë sipas raportit botëror të lumturisë 2026, i publikuar nga rrjeti i zgjidhjeve për zhvillim të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, bazuar në të dhënat nga 147 vende. Shqipëria u rëndit në vendin e 86 në indeksin e lumturisë për vitin 2026, me një përmirësim të lehtë nga pozicioni 89 që kishte qenë një vit më parë, sipas një publikimi të Kombeve të Bashkuara që bëhet çdo vit me rastin e ditës së lumturisë që është më 20 mars. Të rinjt duket se janë më të lumtur se një dekadë më parë në Kosovë, që këtë vit është renditur ndër 20 vendet më të lumtur në botë. Në Evropë Shqipëria le pas vetëm Turqinë, që është shteti më i palumtur e Evropës në vendin e 94. Shteti më i lumtur në rajon është Kosova e 16-ta në botë, nga vendi 29 që ishte vitin e mëparshëm. Pas Kosovës vijon Serbia në vendin e 30, Bosnjë-Hercegovina në vendin e 47, Mali i Zi në vendin e 60, Maqedonia e Veriut në vendin e 82, Bosnja dhe Mali i Zi kanë një përmirësim me 10 vende nga viti i mëparshëm. Shqipëria penalizohet nga korrupsioni duke u rënditur në vendin e 120 ose shteti 27 më i korruptuar në botë. Në Evropë për perceptimin e korrupsionit na e kalojnë Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, që renditen përkatësisht të 4-tat dhe të 5-tat më të korruptuara në botë. Treguesi i dytë me renditjen më negative është mbështetja sociale në vendin e 108 dhe mungesa e ndjenjës pozitive ku jemi në vendin e 109. Treguesit më pozitiv janë bujaria ku renditemi në vendin e 59. Shqipëria renditet më mirë në treguesit e lirisë për të marrë vendime jetësore e 37 dhe të ardhurat për frym në vendin e 67. Në treguesin e pritshmërisë për të jetuar një jetë të shëndetshme, vendi renditet i 38. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.